ky i ka këto shkelmat e fundit. Presidenti e bojnë që Albin Kurtin edhe e muj me izolu nëse vjen koha, se nuk ka në rol të madh presidenti. Presidenti jo vish një titull që aty edhe me shpurën e tina shkojnë si kjo vjosa më shku të frizer. Po e thot që do të shkojmë zgjedhje prapë. Dhe më thonë plani i tij është me u përsërit zgjedhjet. Nuk ka flitet për prag, na posynojmë kësaj radhe, mos e bofshim dyfishimin e deputetëve, ky ka më fillu më ratash, po ky i ka këto shkelmat e fundit tash që po mënohet me bëj kështu, në mënyrë që me pas mundësi me kriju qeveri, ky do të jetë problematik, ky lloj i këtyre njerëzve që kanë mërri me pas një mbështetje kaq të madhe. Mirë po, qeverin duhet me pas opozita kësaj radhe. Po megjithatë presidenti është çështja. Presidenti e bojnë që Albin Kurtin edhe e muj me izolu nëse vjen koha, se nuk ka në rol të madh presidenti, po ky nuk din më qeveris, ky e kanë zonë peng. Populli thot si qanin po din. Ky as nuk han, as nuk len kën më afro. Duhet me ordën dikush në qeverisë edhe me nis me kthy normalitetit, me qeverisë. Ky don post, don më dal, më fol mbina, më përqa, më kështu. Tash mas jemi fatkeq që kemi njerëz që shtu edhe fatkeqësisht, po ka përkrahje pe qytyne me komplekse, mi thonë qëti me represidentin. Ta e thëmë si rrugdalje, kjo një ndër rrugdalje se nuk kemi bona marrëveshje, as kemi qitë në nshkrim, as i duhet më ndodhë që shtu. Mirë po, qësh më pështu pe qësajt keqje, se kë nëse bjen nër 39 deputet, dhe më thonë prapë do tjetë problem puna e presidentit. Po na që ka me bo, presidenti jo vish një titull që aty edhe me shpurën e tina, shkojnë si kjo vjosa më shku të frizer, nuk ka naj punë ku me di qëfare, ose naj rëll në menagjimin e shtetit. Është me rëndësi opozita, nuk është opozita ma e mira në botë, po veç me jago, ose munis me ju kthy normalitetit, me ju nis investimet se për 6 vjet na edhe i kem hub mesht, edhe nuk ka pas as një investim cilin kishin mujt populli muni ma mirë. Po ish kryeministri po e thot që do të shkojmë zgjedhje prapë. Dhe më thonë plani i tij është me u përsërit zgjedhjet. Dhe më thonë me hin atë ciklin pa mbarim të zgjedhjeve. Pa arsyton te elektorati vetë se po du me lodh këta, po nuk mundet më lodh mua, s'mundet me lodh opozitën se na qëtu, na tjetër vend s'kem. Na qëtu kemë konë. Nuk kemë leju me bëhat punë, kemë ndalë, po duhet me mobilizu populli se s'kem nevoj me hina cikël, po duhet me qu nër 38 deputet edhe me jetë ata që ashtu të piskatë dhe të bëhë protesta e qësa, se duhet shteti, duhet me ecë, duhet me leviz, duhet me investimet me vazhdu edhe duhet projekte kapitali edhe duhet me kry në i punë. Nuk ka flitet për prag, na posynojmë kësaj radhe, mos e bofshim dyfishimin e deputetëve, me pas ikon 19 deputet kësaj radhe. Dihet se në çfarë periudhe të vështirë kemi kalu, dihet ajo val e njerëzve edhe e mashtrimit të madh, edhe e propagandës, edhe e përqamjes, po na kemi qëndru, do më thonë, situata shumë më të vështira, tash hihet që është edhe më e lehtë, po depërtojmë më lehtë, njerëzit po afrohen vetë, e din që aleanca është e nevojshme me qenë parlamentin e Kosovë, si ide, si vizion, edhe besoj që do të kemi një sukses tash të theksuar kësaj radhe.